Kjo është njëra nga protestat e drejta të asaj që quhet natyrshëm shoqëria civile e organizuar në shoqata jo fitimprurse. Por siç shihet qartë, pjesëmarrja është krejt modeste në këto manifestime publike qytetare, dhe kjo fotografi ka arsyet e saj. Shoqëria civile duket se është e organizuar në modelin e partive politike, ku individët drejtues mbeten të përhershëm si në kompani private që trashëgohen. Por sistemi ynë demokratik ofron më shumë mundësi pragmatike për partitë politike, të cilat, duke pasur mundësinë të jenë pjesë e pushteteve ekzekutive, mund të ofrojnë diçka më shumë qytetarëve dhe ndaj manifestimet elektorale dhe politike kanë pjesëmarrje shumë të mëdha. Ndërkohë që në manifestimet e shoqërisë civile marrin pjesë vetëm drejtuesit e tyre dhe fare pak mbështetës, të cilët mund të jenë më të drejtën e zotit rrogtar. Përveç kësaj, ajo që çalon më shumë në këtë pushtet, duket se është fakti se këto organizma drejtohen vazhdimisht nga të njëjtët individ, të cilët i kanë kthyer ato në kompani private dhe larg interesave të grupimeve të interesit, të cilët u përkasin teorikisht. Ndërto nuk ka pasur kur zgjidhje drejtuesish. Kjo sigurisht pa teori absolute, por nuk kanë munguar rastet ku drejtimi është trashëguar te një individ të besuar, si në partitë politike, për demokracinë e të cilave shumica e këtyre drejtuesve të OJF-ve ankohen në vazhdimsi publikisht. Roli themelor i shoqërisë civile është forcimi i qytetarisë dhe reagimit qytetar ndaj abuzimeve të pushteteve, por me këtë organizim që ato kanë, duket se çështja çalon nga themeli.